ta pranosh Pashkën në jetën e përditshme, atëherë do të thotë të mësosh e të lexosh atë që ndodhi jo vetëm me sytë njerëzore, shpesh të shënuar nga pesimizmi apo dorëzimi, por me sytë e fesë. Aty ku gjithçka duhet të mbyllur, i krishter kërkon shenjat e një jetë që rilind, një jetë që rifillon. Aty ku duket se fiton e keqa, vazhdon të besoj se fjala e fundit nuk është ajo. Krishti ka fituar mbi vdekjen. Krishti ka fituar të keqen me të mirën. Pashka atëherë nuk është thjesht një ditë e kalendarit, as një festë që kremtojmë vetëm sot, por është një ngjarje që kërkon të hyjë në jetën tonë dhe ta zhndërrojë jetën, sepse është një realitet që tashmë jetojmë të gjithë ne, si të krishterë, falë sakramentin e pagëzimit që kemi pranuar. Kur si të krishterë nuk dimë të mundim të keqen me të mirën, kur përshtatemi me logjikën e shoqërisë që na shtyn të mbizotërojmë mbi të tjerët dhe të fitojmë me çdo kusht, kur mendojmë se marrëdhëniet apo problemet të zgjedhin me dhunë e padrejtësi, kur nuk jemi të aftë të falim, kur vazhdojmë të gjykojmë e të flasim keq për të tjerët, atëherë tregojmë se në të vërtetë ende nuk i kemi kuptuar plotësisht fjalën e Zotit. E dim, por nuk jetojmë çfarë fjala na thotë. Jemi të krishterë, por rrezikojmë të jetojmë si njerëz të tjerët, si njerëz pa Zotin. Ende nuk kemi lejuar që ungjillin, që fjalën e Zotit të ndryshoj jetën dhe zemrat tonë. Të kuptosh fjalën e Zotit atëherë, do të thotë të pranosh, ti pranosh në jetën dhe të lejosh që ato të na zhndërrojnë. Do të thotë të hysh në mendjen e Krishtit, në logjikën e dashurisë që fiton mbi urrëtitjen, të faljes që e fyll mëkatin dhe të jetës që shundon mbi vdekjen.